Faleminderit shumë për këtë dashni të madhe e dashura Prishtina ime, qyteti i zemrës time. Faleminderit. Faleminderit. Sonte është festa e qytetit tonë, festa e shpresës, e unitetit dhe e demokracisë. Sonte festojnë të gjithë qytetarët e Prishtinës, pa dallim bindjesh, sepse ka fitu vullneti për zhvillim, për unitet dhe për qytetari. Kjo është fitoria e pjekurisë së Prishtinës, që thot Prishtina zhvillohet vetëm kur e ndërtojmë bashkë, sepse Prishtina është e të gjithëve. Sot fitoi qytetari që kërkon bashkëpunim, jo bllokim. Fitoi kultura demokratike mbi kultin e individit. Fitoi dinjiteti, uniteti dhe civilizimi politik i këtij qyteti. Kjo është fitoria më e madhe që mund të ketë një kryeqytet. Me përulësi ju falenderoj për besimin tuaj të dhënë. Vota juaj më nderon, por edhe më ngarkon me përgjegjësi të dyfisht. Ju falenderoj nga zemra për maturinë, për energjinë dhe për dashninë për qytetin tonë. Falenderoj. Dua të njëjtën kohë ta përshëndes edhe kundërshtarin tim politik dhe e ftoj të reflektoj me frymë qytetarie. Prishtina ka nevojë për bashkëpunim, jo për bllokim. Qytetarët nuk meritojnë pengesa, por punë të përbashkët. Sot qytetari ka folë dhe fjala e tij është vendim. Prishtina ecën për tej. Prishtina është qytet që nuk e pret të ardhmen, por e ndërton atë. Qytet që kërkon mundësi, jo lëmor. Ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, aty ku LDK ka shpallur fitore në Bashkinë e Prishtinës, pritet që të mblidhen edhe mbështetësit edhe të gjithë të votuesit për të festuar pas thirrjes që bëri Lumir Abdigjiku, kreu i LDK-s. Rikthehemi në zgjedhjet e pjesshme në Shqipëri. Avokat se ndërpreva përpara lidhjes me Bruna Mersinin për të dhënë mundësinë që të vijojë argumenti